Një 68 vjeçar është marrë peng në mes të Tiranës nga 5 persona që e kanë mbajtur në një banesë të mbyllur në këmbim të 2 milion lekëve të reja për ta liruar. Edvara Galliu, 68 vjeç, raprej një skeme të mirë organizuar nga disa persona mes tyre edhe një grua, me të cilën kishte nisur një njohje në rrjetet sociale. Sipas hetimeve të policisë, Nikoleta Begolli, 32 vjeçe, kishte krijuar kontakte me viktimën dhe e ftoi atë për një takim në zonën e Pazarit të Ri. Por në vendin e takimit, Galliu u rrëmbye me forcë nga 3 persona dhe u fut në një automjet, duke u larguar në drejtim të paditur. Ngjarja ndodhi në rrugën George Bush, në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës. Më pas 68 vjeçari u çua në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj, në kufit të Elbasanit, ku mbajti izoluar. Autorët kontaktuan bashkëshorten e viktimës dhe i kërcënuan me jetë bashkëshortin, duke i kërkuar një shumë prej 2 milion lekësh në këmbim të lirimit. Parat ju dorëzuan njërit prej të dyshuarve, Berami Braliu, 57 vjeç, në zonën e Saukut. Policia identifikoi dhe arrestoi të gjithë autorët brenda pak orësh, falpamjeve të kamerave të sigurisë, të cilat dokumentuan momentin e rrëmbimit. Gjatë kontrolleve të mëvonshme në banesat e të dyshuarve dhe në automjetin e përdorur, policia sekuestroi 17.460.000 lekë të vjetra të dyshuara si të marra nga shantazhi. Të arrestuarit janë Clinton Sina, 21 vjeç, Sulejman Sina, 31 vjeç me precedent penal për vjedhje me dhunë dhe i dashuri i Nikoletës, Idayet Mashallari, 21 vjeç, Berami Braliu, 57 vjeç dhe Nikoleta Begolli, 32 vjeçe. Të gjithë janë banues në Tiranë dhe ndaj tyre rëndojnë akuzat për rrëmbim personi, shtrëngime anë të kanosjes për dhënie pasurie dhe bashkëpunim kriminal. Policia dhe Prokuroria e Tiranës po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të skemës së pegmarrjes dhe për identifikimin e ndonjë bashkëpunëtori tjetër të mundshëm.